Hoxh, në tregim nga historia e dietarëve që ka të bëjë me leximin e Kuranit. Ka qenë në Kairo një Halil, e ka pas emrin. Halil, ne i thojmë shkurt. Po. Ai ka qenë mjeshtri Hasrave. Hasra. E thonë edhe ju Hasra? Në për xhami. Në për xhamia që kanë unë? Po. I kanë thonë Halil Hasra. Edhe i ka frekuentuar shumë xhamit. Ku ka po në një xhami se mungon dhe një hasër, ka shku e ka ndreq, me thonë nga buxheti i vet, e ka quan ata, vetëm mos me lonë shprast, bamis ka qenë në drejtim. Edhe një ditë po e shah një ëndër, e kishte mjell një pregëll, një rush të shtëpia. Vinë njerëzit hanë në rush, shkojnë, nuk harxhohet. Edhe një ditë po e shah një ëndër. Kishte shku te një hoxh, thotë, "Abe jam të e pa një ëndër." Disa herë po më përsëritet. Çfarë ëndre? Po e shoh një rush në shtëpinë time e ka mbjell, vinë njerëzit hanë, shkojnë, s'po harxhohet, apo po ka rush. Edhe ai kishte qenë i mençur, ai hoxha thotë, "A kijeve fëmijë?" E kam një djalë, thotë, 2 vjet i ka emrin. Si e ka emrin Mahmud, që e ta mësoj Koranin, kishte thënë. Edhe e ka çu me mësu Koran, apo hafiz i Koranit, edhe ka shkuar regjistru studimet e Koranit, shkencat islame i ka kryer në fakultetin e Azharit. E emrin se ka pas emrin Mahmud. Kush a ki? Mahmud el Husari e ka emrin. Nëse e përkthejmë na tash Mahmud Hasra. Mahmud Hasra. E çka karakteristikë për këtë? I pari i cili e ka incizu Kuranin studio komplet është Husaria. Husari, po. I pari i cili ka lexu Kuran në OKB është Husaria. I pari i cili ka lexu Kuran të shtëpia e bardhë të salla e Kongresit Amerikan është Husaria. Po edhe të pallati mbretëror në Angli ka lexu Kuran Husaria. Edhe sot e kësaj dite në për programat kompjuterit, në për lexime kinë njerëzit e lexojnë Husarien, edhe tash do të thotë ai rushi. Po ham hala pi ati rushit pi Husarijës. Kjo është ka njerëzit të cilët lexojnë Kuran.